Kryeministri Albin Kurti, sapo morëm njoftimin se anija e ngarkuar me ndihmën humanitare të Qeverisë së Republikës së Kosovës e dedikuar për popullin e Gazës, është nisur nga porti i Mersinit në Turqi. Dërgesa jon humanitare me vlerë prej 500.000 euro përfshin tenda, pako ushqimore, batanie dhe 158.000 racione të ushqimit të ngrohtë për banorët në nevojë atje. Edhe pse Qeveria e Republikës së Kosovës e ka marrë këtë vendim që në janar, realizimi i tij u bë i mundur vetëm pas marrëveshjes së fundit të paqes, të arritur në udhëheqjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Kjo ndihmë humanitare përfaqëson angazhimin e Republikës së Kosovës si pjesë e solidaritetit ndërkombëtar dhe përkushtimin tonë për të mbështetur popullatën civile që po përballet me vështirësi teje të mëdha në Gaza. Na gëzon fakti që jemi qeveria e parë e Republikës së Kosovës që arrim të ofrojmë një mbështetje të tillë për banorët e Gazës. Shpresojmë që ajo të kontribuojë, qoftë edhe në mënyrë modeste, në lehtësimin e vuajtjeve dhe në përpjekjet për paqe, siguri dhe stabilitet për të gjithë. Me këtë rast, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për Republikën e Turqisë dhe gjysmëhënën e kushte turke, për bashkëpunimin e ngushtë dhe ndihmën në realizimin e këtij operacioni humanitar.